Kur mendojmë për shëndetin, çfarë na vjen ndërmend? Me siguri, muskujt të definuar, lëkurë që shkëlqen, ato pjatat perfekte në Instagram. Por, a është vetëm kaq? Po sikur shenjat më të thella, më të vërtetat mirëqenies, t'jen ato që si sheh askush, ato që ndodhin thellë brenda nesh, në heshtje. E po, pikërisht kjo është pyetja që do të na udhëheq sot. Do të gërmojmë pak më thellë për të parë se si shëndeti është në thelb një ndjesi, një përvojë brendshme, dhe jo thjesht një fasade jashtme. Pra, le t'ja nisim. Okej, ja si do të ecim. Së pari, do të flasim për motorin ton të brendshëm, ato sistemet që nuk i shohim. Pastaj do të shohim se si kjo përkthehet në energji, gjumë dhe qëndrueshmëri. Dhe në fund, do të kalojmë te shenjat e jashtme, duke përfunduar me atë që ndoshta është më thelbësorja, fuqia e qetësisë. Mirë, le të fillojmë nga thelbi. Para se të flasim për energjinë apo si dukemi nga jashtë, duhet të kuptojmë se çfarë po ndodh brenda. Ky është motori, themeli i gjithçkaje. Kur këto sisteme punojnë siç duhet, çdo gjë tjetër thjesht bie në vendin e vet. Në thelb, gjithçka varet nga 3 sisteme kryesore. Kemi sistemin imunitar, mbrojtësin ton. Kemi sistemin e tretjes, që na jep karburantin, dhe kemi sistemin metabolik, që menaxhon gjithë këtë energji. A ndodh shpesh që të kapet çdo virus që qarkullon? Shumë prej nesh mendojnë se kjo është normale, por në fakt mund të jetë një sinjal i qartë, një shenjë se linja jone e parë e mbrojtjes ka nevojë për pak vëmendje. Dhe këtu qëndron Celsi, të jesh i shëndetshëm nuk do të thotë të jetosh në një flusk pa u ekspozuar kurrë ndaj mikrobeve, përkundrazi. Do të thotë që trupi është aq i fortë dhe efikas saqë i menaxhon ato pa bërë zhurmë, pa dram. Ja, ky është një sistem imunitar që punon siç duhet. Okej, tani le të flasim për diçka që, nuk flitet shpesh, por është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sistemi i tretjes. Shenjat e tij janë kaq të qarta, por ne shpesh i injorojmë. Dhe kjo fjali e përmbledh në mënyrë perfekte. Rregullsia, pa dhimbje, pa probleme. Është kaq e thjeshtë, por është një tregues tepër i fuqishëm. Tregon që zorra është e shëndetshme. Dhe kjo lidhet me gjithçka tjetër, nga humori deri te balanca e gjithë trupit. Ajo rënja klasike e energjisë pas drekës. Kur e vetmja gjë që të shkon në mendje është një sy gjumi i mirë. Të gjithë e kemi provuar. E pra, kjo ndjesi ka një emër dhe lidhet drejt për drejt me metabolizmin ton. Dhe ja ku e kemi kontrastin e qartë. Në njërin anë kemi atë maloren emocionale të sheqerit në gjak, ngritje, pastaj rënje totale që na lë pa fuqi. Në anën tjetër, një metabolizëm i qëndrueshëm, energji konstante, pa të komën e pasushqimit. Kjo është shenja se trupi po e menaxhon sheqerin dhe insulinën tamam si duhet. Mirë, motori i brendshëm është në rregull, po në praktik, si duket kjo? Si ndjehet në jetën e përditshme? Pra, si përkthehet kjo në energji, në gjumë, në aftësinë tonë për të përballuar ditën? Le t'i hedhim një sy. Butoni snooze, ai butoni famëkeq, për shumë prej nesh është një ritual i mëngjesit, por zgjimi me zor nuk është normalja. Duhet ta shohim siç është, një sinjal. Kjo fjali e kap saktësisht. Të zgjohesh duke u ndier njeri, jo si një kufom, kjo është shëndet. Të zgjohesh pak para se të bjerë alarmi, duke u ndier i freskët. Kjo tregon se ritmi ynë i brendshëm, ai cirkadian, është i akorduar mirë, një shenjë super e rëndësishme e një trupi në balancë. Ja një test i thjeshtë. Testi i shkallëve. A mund të ngjitesh disa kate pa të dalë shpirti? Nuk po flasim për të qenë atlet elitar. Po flasim thjesht për ato qëndrueshmëri baze, atë fitness cardio të qetë që e bën jetën e përditshme thjesht më të lehtë. Po kjo ndjesi zgjohesh dhe ndihesh sikur ke kaluar gjithë natën duke luftuar, edhe pse flet 8 orë, kjo na tregon diçka thelbësore. Cilësia e gjumit është po aq në mos më rëndësishme se sasia. Ja pra çfarë do të thotë gjumi vërtet, ri për të rritës, të zërë gjumi shpejt, të flesh thellë dhe të zgjohesh me energji. Ky nuk është thjesht pushim pasiv, është një proces aktiv ku trupi rikuperohet, balancon hormonet dhe truri pastrohet. Një gjumë i tillë është shenjë pastër e një sistemi nervor të qetë të shëndetshëm. Mirë, tani që folëm për motorin e brendshëm dhe performancën, le të kalojmë tek ajo që shihet. Si manifestohet gjithë ky shëndet i brendshëm nga jashtë? Sepse lëkura, flokët,
madje edhe mënyra si lëvizim janë si një raport progresi i trupit ton. Kjo tabel na e bën shumë të qartë. Shikon lëkurë të pastër? Kjo do të thotë se hormonet, hidratimi dhe stresi janë në ekuilibër. Flokët dhe thonjt rriten shpejt e shëndetshëm. Kjo tregon se trupi po i përthith mirë nutrientët dhe qarkullimi është i mirë. Dhe ndoshta më e rëndësishmja, lëvizja pa dhimbje. Kjo është shenjë e inflamacionit të ulët. Këto nuk janë thjesht çështje pamjeje, apo jo, janë sinjale të drejtë për drejta nga brenda. Pra, lëkura është tamam si një pasqyrë. Ajo na tregon nëse brenda ka kaos apo qetësi. Dhe kjo na kthen pikërisht te ideja jon fillestare. Pamja e jashtme nuk është qëllimi final, por vetëm treguesi. Shëndeti i vërtet, ai që ka rëndësi, ndodh brenda. Dhe tani, arrim tek e fundit. Ndoshta shenja më e thellë, më holistike e të gjithave. Po flasim për fuqinë e qetësisë. Sepse balanca mendore dhe emocionale, ajo është kulmi i shëndetit fizik. Ai njeh atë ndjesim kur je vazhdimisht në gjendje alarmi, zemra që rre fort, mendja që nuk pushon kurrë, sikur je gjithmonë në prag të diçkaje. Kjo është ndjesia e një sistemi nervor të mingarkuar, një gjendje që për shumë njerëz është bërë normalja e re. Por, çfarë do të thotë të kesh një sistem nervor të rregulluar? Kujdes, nuk do të thotë të jesh i mpir apo pa emocione, as pak. Do të thotë që edhe kur jeta bëhet kaotike, trupi nuk mbetet i bllokuar në modalitetin panik, je i balancuar. Sistemi ka aftësinë të kthehet në qetësi pasi kalon stresi. Dhe sinqerisht, në botën e sotme të zhurmëshme e plot stres, kjo mund të jetë shenja më e fortë e shëndetit. Aftësia për të gjetur dhe ruajtur qetësinë e brendshme është ndoshta treguesi suprem i mirëqenies. Kështu që, pyetja mbetet, trupi po flet vazhdimisht, apo ndalemi ta dëgjojmë? Herën tjetër që mendojmë për shëndetin, ndoshta duhet të shikojmë pak më larg se pasqyra. Duhet të dëgjojmë ato sinjalet e vogla, të qeta, që trupi na i dërgon çdo ditë, sepse pikërisht aty fshihen treguesit më të vërtetë.